Shteti unitar i Maqedonisë së Veriut mund të jetë funksional dhe i qëndrueshëm vetëm nëse mbështetet mbi besimin dhe lojalitetin e të gjitha komuniteteve që jetojnë në të. Në këtë drejtim, propozojmë 3 masa kyçe që garantojnë përfaqësim të drejtë, barazi funksionale dhe kohezion shoqëror në frymën e marrëveshjes paqësore të Ohrit. E para, zgjedhja e qeverisë me shumicë të dyfisht badinteri ekzekutiv. Propozojmë që çdo përbërje e re qeverisë të marrë besimin e kuvendit jo vetëm me shumicën e deputetëve, por edhe me shumicën e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Kjo do të sigurojë që qeveria të gëzojë legjitimitet të dyfisht dhe të jetë realisht përfaqësuese për të gjithë etnitë. Ky mekanizëm është garanci për funksionimin e barabartë të shtetit dhe për ruajtjen e kohezionit ndëretnik në nivelet më të larta të vendimarrjes. E dyta, zbatimi i parimit baditerit në gjykatën kushtetuese. Ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvend në bazë të parimit baditerit nuk duhet të rrëzohen në gjykatën kushtetuese pa shumicë të dyfisht edhe në radhët e gjykatësve. Propozojmë ndryshime që do të mundsojnë që vendimet që prekin të drejtat e komuniteteve jo shumicë të mos merren pa konsenzus të ndërsjellë brenda gjykatës. Kjo masë do të ruaj integritetin e ligjeve që miratohen me shumicë të dyfisht, do të rrisë besimin e qytetarëve në drejtësi dhe do të parandalojë çdo formë të majorizimit institucional. E treta, thellimi i decentralizimit dhe veçeverisjes lokale. Propozojmë një fazë të re të decentralizimit funksional dhe fiskal, me transferim të mëtejshëm të kompetencave në fushat e arsimit, shëndetësisë, zhvillimit lokal dhe administrimit të pasurive publike. Ne mbështesim institucionet që funksionojnë pa kompromis ndaj korrupsionit, me profesionalizëm dhe përgjegjësi. Drejtësia nuk guxon të jetë selektive. Gjyqësori dhe prokuroria duhet të jenë të pavarura, me buxhet të mjaftueshëm dhe me respektim të përpiktë të ligjit lidhur me financimin e tyre. Ajo duhet të jetë garanci për çdo qytetar pa dallim. Qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është i qartë dhe i pandryshueshëm. Ne kërkojmë veting të plot me hetim gjithëpërfshirës pa përjashtim. Mbështetje për propozim ligjin e Bashkimit Demokratik për Integrim për veting në mbikëqyrje ndërkombëtare, si garanci për drejtësi të pa kompromis. Hetim për të gjithë bartësit e funksioneve publike në 34 vitet e fundit, ministra, deputet, kryetar komunash, drejtor, gjyqtar, prokuror dhe polici. Verifikim i pasurisë dhe prejardhjes së saj për çdo funksionar publik. Hetim të thelluar për procesin e privatizimit që i krijoi oligarkët e paprekshëm. Hetim për veprimtarinë e organeve të sigurisë të shtetit dhe të zyrtarëve të tyre që nga viti 1945 deri sot, OZNA, UDBA, SDP, DBK, UBK, ANB, ka ardhur koha për një marrëveshje të re historike, një marrëveshje jo për mbijetesë, por për përparim, marrëveshje kombëtare për përparim. Ne dim të ndërtojmë paqë, tani duhet të dëshmojmë se dim të ndërtojmë edhe përparim. Marrëveshja kombëtare për përparim nuk është vetëm një politikë, është një angazhim i gjithë komuniteteve që jetojnë në Republikën tonë dhe i ekspertëve të fushave përkatëse. Marrëveshja është një zotim moral, një premtim ndaj fëmijëve tanë dhe një vizion i një vendi ku ëndrat janë të realizueshme dhe dinjiteti
është i garantuar.